Nga sot kanë filluar punimet për ndërtimin e rrugës Bujar-Roka, që lidhet nga rreth rrotullimi në dalje të Gjakovës në drejtim të Prizrenit e afër 1000 metra në hyrje të qytetit gjithësisht në bllokun e ri. Kompania që po i kryen punimet u pa se kishte kapacitete për realizimin e këtij projekti dhe për këtë qëllim sot u interesua të shoh nga afër punimet edhe kryetarja e Gjakovës, Mimoza Kusari Lila. Ajo u shpreh e kënaqur që kanë arritur të përgjithë një kompani serioze. Jam shumë e lumtur se kemi arritur më në fund që të finalizojmë gjitha procedurat e procesit prokurimit për fillimin e punimeve për rrugën Bujar-Roka. Gjithashtu jam shumë e lumtur se është investimi i parë serioz në shumë vite që prej periudhës së para luftës në komunën e Gjakovës në infrastrukturë. Gjithsesi një prej investimeve më të mira të mundshme në kuptimin e standardit rrugor, në kuptimin e hapësirës së gjelbër, hapësirës gjithsesi shtazës për biciklista dhe rëndësisë që ka si pjesa e parë e segmentit të unazës së qytetit. Me këtë aks rrugor, në fakt po fillon edhe të lidhet pjesa shumë e rëndësishme e qytetit Gjakovës me zonën e parkut të Shkugzës dhe pastaj investimet të më të tjeshme, të cilat shpresojmë të fillojnë në vitin 2018 në unazën, e cila do të lidh gjithë qarkun e qytetit dhe rajoneve të komunës së Gjakovës. Ajo shtoi se brenda 100 ditëve pritet që këtu të përfundojë gjithçka dhe banorët më në fund të jetojnë ashtu siç duhet. Kusari Lila tregoi edhe për mjetet që janë ndarë për këtë projekt. Vlera e këtij investimi që ka filluar sot është 600.000 euro, prej cilave 70% janë mjetet të demosit, mjetet këto të fituara nga projekti demosit si rezultati i shpërblimeve që i kemi marrë dhe performancës shumë të mirë të komunës së Gjakovës vitin e kaluar. Gjithashtu në dhjetor të vitit kaluar është vendosur që të investohet në këtë rrugë, gjithsesi që investim kapital të bëhet rruga Bujar-Roka, ndërsa vazhdimësia e këtij aksi rrugor, i cili afërsisht arrin afër 1 kilometër gjatësi, do të jetë në vitin e ardhshëm. Vetë banorët e kësaj zone që janë diku rreth 25.000 u shprehën se me vite kanë pritur këtë investim. Ka qenë masa domosdoshme të mirën, masa të cilat janë prit një kohë gjatë, faktikisht me vitet tona është për fol që kjo rrugë do të ndërtohet. Problemet kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha me pusetat vazhdueshme, probleme me qarkullim jo vetëm të automjeteve, po edhe përkamësor. Ashtu që sot është një ditë e shënuar për gjithë këtë region. Që 13-14 vite që në këtë banesë kena pas shumë vështirësi. Si të mos rreshe ku ka pas, u konë shumë. Këtu ka pas shumë, domethënë deri te vërshimi u ardhë. Po tash fal komunës që na bëni këtë investim, mirë, inshallah do Zoti edhe rregullohet mirë. Rruga do të jetë me 4 korsi, do të ketë shteg për bicikleta dhe oaza të gjelbruara.